Sigur të kjo biseda do të regjistrojë e zbarë mas një 20 vjetësh, ata do ta komentojnë, do të ja si flisë një otoman komunist. Ke folur komplet si otoman komunist për sa i takon politikës jashtme. Otoman komunistje. Tani po ta tregonti si e ke bërë politikën e jashtme në 20 vjet. Se me Greqinë ishte në konflikt në thështatë. Erdogani tha Afrika cak para 4 vjetësh. E mbamën apo jo? Se i dhe fjalën për të votuar për Turqinë, apo jo? E gënjeve tha Afrika cak në telefon. Në Kosovë i përçave ata. Partinë klasike të shqiptarëve me ironi e përçave në vitin 95, edhe akoma nuk po bashkohen. Pra mos folur politikë jashtme. Po folë edhe për ne. Tani zotëri, ne jemi në i garë, edhe unë se moj. Kemi i garë Barnapartisë për arsyet tona. Jemi në i garë Barnapartisë për arsyet tona. Tani pyetje që kam për ty, po ti ç'punë ke? Se ti tesërën e partisë punës e ke lënë para 25 vjetësh. E ke lënë. Më fal, ta them. Unë qëlloj jam një nga ata njerëz që e njoh pak çka ke bërë ti në 25 vjet. Kam qenë 20 vjeç kur kam dalë kundër teje. Edhe kam ca miq këtu prej asaj kohe. Një nga ata është Ed Selami, më çfarë i bëre? E çove 10 vjet në Amerikë. Kryetar partie e kishe, e hoqi, e shkarkove, iku në Amerikë. Po ja ku e ke? Ka njerëz që i ke rraf për nëse partie, i ke rrafur. I ke rraf pra, i ke rraf. Unë për fas po më rref njëri akoma, s'm lën këta, është e vërtet. Nuk më lën të bëj gar, edhe duke e futur ti, akoma më shumë s'do më lën. Po pse bën sikur dëgjon, pyet Ridvanin, se ti po dëgjon. Përktheja, të lutem. Përktheja. Po më pse pyet Ridvanin, unë ti po më dëgjon. Tani po them, ç'pun ke ti me ne? Ç'pun ke ti? Mendoj që duke bërë ne gar ti fiton më shumë vota. Çfarë halli keq që përzihesh punën tona? E pra, po të flasë Ed Selami po, çoj këtu, të ketë burrin dhe thotë se si e përzuve nga e çove në emigracion. Me kë ke bërë garë bërna PD-s në 25 vjet, me asnjë. Me asnjë. Dhe nëse unë po dal sot, ta them për çfarë arsye. Sepse kam frikë se modeli jot që krijove 25 vjet. S'kishe rival, s'bëhe garë. Ata që kishe kundër nxjerrë jashtë partie. Ca i ke rraur se ky është një zetaxhia, që sot është kundër teje. E nxjerrë ministrin tënd jashtë e ka rraur, e mbamën apo? E ka rraur. Këta rivalët tu i merrte i rritën në zyrën tënde. Kjo për ka qenë demokracia që kishte ti bërna PD-s. Dhe nëse unë sot jam kundër, edhe kërkoj të bëhet i garë, edhe po flas, është e di pse. Sepse nuk dua që modeli jot të vinë partinë ku jam. Shumë e thjeshtë. Dhe nuk mund dalësh ti mas 25 vjetësh edhe të na bësh propagandë. Se si demokracia që s'e ke pasur kurrë partinë tonë vjen ke partitë tona. Nuk mund ndodhi kjo. Unë jam kundër modelit, nuk kam kundër njeriu. Kam qenë kundër teje, do jem kundër gjithë atyre që bëhen si ty. Dhe ky rrezik është. Po nëse çohesh tu dhe më bën mua moral se si ta bëj luftën më mirë brenda Partisë Socialiste, kjo s'mund të jetë. Se ha askush. Kështu merrem me punën e partisë tënde, edhe mos u ngatrove ne. Do çohesh prap. Do çohesh, kam vërtet, do çohesh prap. Po çfarë do thosh tani? Çfarë do thuash? Nëse jo, fal ta them. Nëse çohesh dhe tregon se si ke trajtuar rivalët brenda PD-s, ja vlen. Është lajm. Është lajm, është histori. Si e çove Edin në emigracion, si e nxorë Gens Pollon jashtë partie, si e vure Lulin aty dhe i thua ç'a të bëj nga mëngjesi deri në darkë. Po kjo nuk ka sens. Mos u merr me punën tona. Na le të zgjidhim vet. Me gar, pa gar, ti je i bindur, unë mund të jem kundër kësaj partisë ku jam sot. Po i gjë është sigurt. Gjithmonë do jem kundër teje. E di pse se ti s'ndryshon. Gjithmonë do jem kundër teje, gjithmonë, çdo ditë. Derisa të jem në parlament apo jashtë parlamentit, do jem gjithmonë kundër teje. Se Zali e di pse? Je komplet i papërshtatshëm. Je një otoman komunist, edhe në Ballkan sigurisht që je i fundit.